Ismail tha javasha 4 vjet prezencë bukurisë edhe që ke punë kry e hangër prokurori. Ja, Allah i thuj bëll, ma. Djali on për shere qyrë të i nejtë. Se me konë dhe i tash në avokat kejt amator, me konë dhe i tash i këshit. Kur e kom vetë, a janë gjebret si prokurora, se në gjebra jo. Kur ja kom shu incizimin, u ikë si të gjusha me pion poshtë, për jetë mos e kom folë. Po. Shikus të ndëruar mirëmbrama dhe mbirë se vini në Kallëzo për një me. Endrit Nika është një djalë nga diaspora. Ai akuzot nga prokuroria se vrau të dashërën e tij në një incident që ndodhi në gusht të vitit 2023 në Fushë Kosovë. Përpos tragjedisë, pranë kësaj ngjarje qëndron një aferë thellë tentimit për ushtrim ndikimi nëpërmjet korrupsionit. Familja e Endrit Nikës jeton në Zvicër dhe ata njihen si të pasur. Emisionin e sotëm doja dedikojmë një shumë të parave prej 50.000 euro, të cilën familja e ka endur në disa duar me synimin që djali i tyre të mos akuzohet për vrasje. Parat që përmendën në këtë emision gjithmonë janë endur në kesh dhe është vështirë të gjurmohen se kujt janë dhënë, kush i ka mbajtur dhe si janë kthyer, por një gjë është e qartë, ato u dhanë për me kry punë në organet e drejtësisë. Kur puna nuk u krye, disa prej akterëve të përfshirë në ngjarje kthyen parat. E bashkë me to, u lanë edhe disa gjurmë të incizuara në audio dhe video. Nuk kishe pas drejt në mështiti mund intervju. Tani të burge aty të edhe, nga të burge edhe ti çfarë fjosh një ka thonë Endrit. Edhe ti kur je shku me vizitu. Të jemi të qartë në fillim, familja Nika ka ardhur në redaksin tonë për të denoncuar rastin, duke dorëzuar tek ne disa prej materialeve. Babai i Endrit Nikës, Ismaili, i ka dorëzuar materialet dhe ka premtuar të japë intervistë. Mirë po ajo është tërhequr pas disa ditësh me pretekstin që rasti mund ta dëmtojë djalin e tij. Me apo pa intervistën e Ismailit, ekipi ynë ka vendosur që hulumtimi të publikohet. Materialet të cilat i kemi pranuar tregojnë për prapaskenë të rrezikshme për rastin, të cilën nuk guxojnë në asnjë rrethon të mbahen të fshehura për publikun. Pra, ne kemi vendos me ju tregu që 50.000 euro janë dhënë për rastin dhe aty kishte plane konkrete për ngjarjen, dëshmitarët dhe provat që do të përdoreshin. Na ke rrejt, s'ke kry pun, tash dhe na që t'jo kena me ardhë, mo, kërejt kanë me dorë. Të ndërtojmë një hartë të thjeshtë se nga u levizën parat nga familja, por edhe disa nga ata që i qarkulluan parate konfirmojnë se parate ekzistonin dhe u enden herë në një vend, herë në një vend tjetër, për të njëjtin qëllim, që lënda të mbyllet në favor të akuzuarit për vrasje të rënd. Ti njohim fillimisht akteret e ngjarjes. Ismaili dhe Sevdije Nika janë prindrit e Endritit. Arton Berisha është baxhenaku Ismail Nikës. Artoni punon në policinë e Kosovës. Majlinda Sadikaj është avokate që përfshihet në këtë rast. Akter të tjerë janë edhe avokat të tjerë që pranuan para në përfaqësimin e rastit. Tash t'i sqarojmë pozicionet e secilit. Ismaili dhe Sevdija mbledhen 50.000 euro për t'i dhënë tek avokatët me qëllim lehtësimin e akuzës për djalin e tyre. Personi që në shumicën e kohës jente parat ishte baxhenaku që punon në polici, ndërsa personi që i pranonte parat në shumicën e kohës ishte avokatja Majlinda Sadikaj. Për t'i dëshmuar të gjitha këto, ne kemi siguruar video incizimin të cilën dëgjohet nëna e Endritit, duke folur me avokatën Majlinda Sadikaj. Kam tha për nuk për du, tha sa më favër të Endritit. Tha nuk di qa për të gut për një javë, thash për nuk për kryet Endriti. Tha po dhe pse ngritet akt akuza, po. Tha ma mirë mja dona i provë më favër ti, tha bilen tha që të bjem të shmanë edhe në gjukat për ta, për Endritin, favër të Endritit. Tha se sa me gutën e me ngrit akt akuza. Që më favër të Endritit. Që shto më tha, e di nulli si kom kalzon nullit fije për beatit, si jo më dalë për prokurorit. Ani dhe ani sholla ma shpejtse, u këgje shumë Berlin, shkoj këgje gatë, tybe normal se a lëdh ju ka të shpirti. Edhe, a i të na shkët edhe fjallë tjera, tani na pëmërzitëm. Po e di, më ka kalzon nulli. Po qashtu dhe, a i nuk i thët ka po zemrën e plasë. Ja, jam ka kalzu dhe nulli ka dojnë që e ka thirë ato Ismailin, atë dite e kish thira ideali tjetëri me nullin kish fole, atë mi kalzoj nulli tana se na diskutojme, kemi folë dhe me Ramizin, Ramizin ta në shkojt hanë në apet, foli me to tha pak. Qa dyja i kanë këthy ato? Jo. Alea? Nuk që 50 heq, që atë që ta ka shkutu qatë mesaj, ma bani mu, tha, ja kom qu, tha një mesaj për të fort, tha shqa bën ti me familje tonë, mu nuk më interesant, tha ata po foljen, si me dita që pedin që në komar, tha garan që keni kalzu t'jo se panoli, tha shartan, nuk të më interesu, beni pare, qësh për të thëmë ty? Ani? Po, edhe më tha pre dejt hanën, mas një hanë, ta të mu isha mi gjithë të vlau,
këtë kështë ma kam bo familjen, po folim për mu, thash mos më interesojnë. Edhe unë i thash, më interesojnë, mos më përzi familjen. Se familja, kur që mos përzi, i ke marrë parët me kry punë, na ke rajt, s'ke kry punë, tash dhe na që t'javë kena me ardhë, mo, kërejt kanë me dalë. Ja s'ka ma ato. Kërejt, një dalin, bëlla. Ja vëlla s'ka me trit, ma. Kam e lajmëru në polici, kam bile në Ramizin. Lajmëru ku tu shkoj? S'ka ki mu më lajmëru? Jo, Ramizin tha, jo, Ramizin e kesh në pyetje dhe ke jos, duke se përna e komplikan procesin gjyqësor. E po për që ta unë e bëham, se s'ma shpejt s'ka bëhat. Edhe për këtë polici, ka njerëz dhe aty, përna fut në i sen. Jes s'ka shka bëhat e jes vëllohi, se ka rajt vetë për atas. Ajo në fajtuar ka morë pare pa leje, pa ditë kërkush, i ka morë nëmën tjetër kona, ajo në fajtuar vetë, e s'guzëm e livrit, po dhe t'livrit, na qatë qefe kam, dhe t'livrit në gëzët. Unë i thash, bëllaj motra jam, unë i thash, nuk ka qa... O kry, veç e shkru shifren, so i kanë bërq, edhe 10% që ne kanë atë e dina ju, unë e kom thonë për tjetër kanë, po mos i ka kon veç ato, edhe tash vina na vetë edhe e këqyra i tani. Ti rikapitulojmë ato që ka flitë në këtë incizim. Avukatja i thot familjes Nika se e ka takuar prokurorin e rastit, i cili në këtë rast është prokurori Armend Hamiti. Madje ajo pretendon se e ka par edhe draftin e aktakuzës. Muhabeti zhvillohet në çështje të cilat i përfshin edhe avokatin Fanol Krasniqi, i cili është djali i Ramiz Krasniqit, po ashtu avokat të cilët punojnë në një zyrë. Se e dina dhe Ramizin se në që t'javë po presi me ngrit aktakuzën, me dit tash se sa dit që ngritet e dërzohet në gjykat, na do të me dit kuj pi gatina. Po qështu dhe? E a im tha mas kja, po thasit mire që këmë pyqe, tha unë e hazire kam që draftin ku e kam a kalzej draftin e aktakuzës në të lëmë destar, tha që ku e kam i kalzova në oli të në krejt. E për shka nësi ka? Mos më përzi se unë e foli me ta. Për me ju, no, edhe në oli, në fund të tuarit bërna ka thonë, tash e ndriti, po pëse veç po më thoni, sikur ma herët, sikur tash njejt për na nuk ka faj, po. A e ndriti se ti. Po qështu, dhe qështu. Wallahi zdi, bëll, kur shësh e që je, na bëll, na u ka bon lam shpuna, po inshallah me të mirët fillohet. Po, edhe që ato ka folja pet me që ato një poligjor, Ramizi ishtë dalë me të kish hangër dark, kish pune, edhe qaj neve në nxerë për këtë kësaj situate. Edhe kishton Ramizi vishë mos të folin që adin mos fol me kërkan ishtë. Jo, ty be me kërkan që njaftën, ty full, vesh na, edhe për dritare, jena ty interesu me këqyr me gjetë, edhe Ramizi kishton Ismailit si mirë, vesh ma e pemnin kush aj, prokurore ka ban, si në koman kësi, e marrëm, shkoj me marrëm me kërna në Shqipni, akua, edhe vi. Kjo bisedë është zhvilluar disa javë para se të përfundonin hetimet, por siç na del nga materialet e pranuara, prokurori i rastit në ndërkohë kishte ngritur akt akuzë për vrasje të rëndë. Kur kishin pranuar lajmin për vrasje të rëndë, Ismaili kishte nisur të kërkonte kthimin e parave të dhënë kesh. Siç e tham në fillim të emisionit, Ismaili nuk ka pranuar të intervistohet nga ekipi ynë, por në një takim që e kemi pasur ka sqaruar muhabetin që dëgjohet në këtë material. Ai me vallë autorizim, ma i bindës ma i njerëti, ku veç unë e kom në shkru, aje nuk e kot në shkonet. Edhe ato, kur ka fillu me i dojtë urna, se s'mëjshin me tribunën, jo tha mu s'kam shka me bërë për kërë, në shkruma që të tha si avokate, edhe në restoran e kam në përshkasë, kur e kom në shkru, ama aje s'ma ka në shkru mu heq. Veç në shkrimi jam egzistane të pilja kam, edhe ato mas rrugoj avokatës, asë se ka ditis më gjë avokatës, unë jakëmëru në 10.000 kesh, ma i lidhës një restoran, ka përshtë Kalabri. Kur i në takuat natët, e kena pi edhe pasha qitë një metë kumë kajtë që ashtë. Po, 10.000 me dyrë të jam jakëmëru në kërë në Kalabri lindës. Edhe 40.000 më ka thoba gjanoke me telefon, Ismail tha javasha 40.000 prezencë të bukurisë, edhe që ke punë në kry e hangër për kërëri. Artën të shtim të thonë së për djallë tonë. Se besë në fillim, mi në zanën të në rrugë të borë. Unë zemë, dhe kemi më krisën, të i thonë, thëshë veç i shohë, zëti ka drejtësia, zëtin e në mënë. E dhe thakë, të i veç porja, ashtë po sobre normal tja. O, thash nuk, të asë dhe kërë a je fajtër, asë je fajtër, të tha veç porja për në punë. Po pasha familjen parë, po duhet shumë porë, duhet një herë shumë të regojnë. Kur për unë ka thonë një herë të unë i thakë, sa obre, qëka ta mërë mëna, sa duhet dhe që shpo tani, shka dini brahës të jo kja antiligjore, dënojnë jo, faktë jo. A ti që dënojnë është dhe t'i? Po pasha zëvëtën, pasha që t'ni me të po zëvëri, po të shtike ka më se dhe. Mi lidhën të në kam, tha,
si dënë me mordionin për ndryshe porët krejtë për bileta kemi shku tha sot edhe 10 typën të kamerë po shta me qitë punë. Marë për së fajtur se të gjame u shkafto njerës, as s'ka balkon, as s'ka dritore. A i tonë për ne se jem tonë vetën e me si të një tonë po. Atë hoteli si nuk o kërkun që është në takus. As s'ka dritore, as s'ka rame u statik. Gjame u shkaftë, se i keq mëndu ma shkurti. Maj lindës ja ke thonë 10 mijave. Une, Po ku ja ke thonë? edhe me 25 në ndër, 2023 në Kalabrin kërë. Edhe i këmë haqërët, po thoni pa pare. Për që e ke thonë të pare? Shumë ka thonë kam jaqu prokurorit. Okej. Po shaf familjen, po shaf fëmijën, për që thonë ka Tash, thonë. edhe 40.000 ka thonë Artoni. Artoni ky me 10-12, që shë dione, i kam pas shkru. Në rregull se i këshyri tani 2023, po, i kam pas shkru të ata. 2023. Këtu e ndonë për me ashu prokurorit që djali me dalë paq. Qysht. Ama në fillim të morë se do po Çdo fjallë. 10 mijave ti ka kthy Majlinda. Këtu mi ka këthy në zyre të këta ramizi. Po, edhe mu ka thonë. Majlinda ti ka kthyja? Po, Majlinda në zyre të Krasnest. Sa ty kaos e këna posë, dhe kompërtit ashtë e jeni dhe keni një lë semne, në veç po më rremne. Ta nuk ja kanë dhonë, qësh më kanë thonë mu prokurorit, se prokurorit lidhje s'ka pos këtë drejtim, po i kanë do poret nërme veti, e kur e kanë ru avokatin, që aty jenë prish këta nërme veti. Zëvëtën e A gjithë edhe plus ta po vi po ta kohna. Pa piti, pa tani që është u bona nervaz ti dhe... Shka u bona nervoz, pa pa, në ja. pashallah. Si që pretendohet në video dhe audio inqizime, parati ishin dhënë për të kryer punë, pra që dosja të mbyllet pa akt akuz. Kur puna nuk u krye, parat nisën të kthehen. Në këtë situatë, çështja fillon të acarohet. Bisedë më ashpër e inqizuar është ajo në mes të Ismailit dhe baxhanakut e tij Arton Berishës. Ky i fundit është punonjës në policinë e Kosovës dhe siç pretendon Ismaili, kishte marrë 40.000 euro për t'i dorëzuar para tek avokatët dhe palët e tjera të përfshira në këtë ngjarje. S'ka gojle, por e jam jo. Para ta së një mërë gjithë kështë qysh dhe. Se edhe ti ke dash 100.000 me morë, pa i morë. Ja, i keni morë nëmën prokurorit. Pa shatë qitë natë kurën e kurës. Edhe në Strasburg, Ismaili ka më ju të edhe në Strasburg, edhe veç e vërteta. Qështë, pënë, qashtë. Ja, aha, ja. Se nësë nëse ti ke pas bloku telefonin. Se unë së di, vorë me të fatë dresh. Telefoni kam që të më thirë smajnë vazhdimisht, për mos me shku. Se si ke për smajnë se unë që të rëton shpilë, që të rëton familjen, kur s'kom po E di, ku me luftë që është e nga. Jam mur, jam mur. Po, jes si e mur e tana, po, unë e të kumë që mesazh mu taku na 3. Mor, po, më që s'to më bon që të vani vidi, unë jam dos më shkri. Nga, edhe kur jem shku aty, më ke shtin intervju, që ka s'kishe pos drejt, kur të qysh me më shtin intervju, kush më qaj që atë? Kush? Ja, mos me duj fjord, unë keni shtin, me ata dhe, ata dhe, jasë të më kanë pa dhe, asë që dhe, po unë e kom full, asë vetë nuk e di që a më full. E kena njerin që kjo mi burge, mi gjykote, mi Majlinda Sadikaj, aja thej ke e kam familjar, mos gjashtu, okej, ti shkon polici, unë me amën të zotit, kur të vitu shef vitë ka marrë. Apo në dhije mirë, se më ke thonë, unë së më interesa, se djonit ju ja këni bo, në avokata tu, pa shafmin, ju ja këni zhagit, ju ja këni zhagit, s'ka bojli heq, edhe ti shefon, di sene, di sa dushti, se dhe që këni zhagit jo, avokatat e tu, ka, s'ka ka thonë? Po, përdas të Shqipnis, po, unë i kom thoj ju, po. Je, aj ekspertiz gjomit ka thonë, po. Ja, ekspertizën e gjomit e ka po kërkesën avokati jam, po e keni tërhjek ju se ju drill bishti. Ja, venit, thonë, bashkë, qashtë, qështë i kom thonë gëj, kom thonë gëj, jë venit për gjomit mu pëmvyn, jetë venit, aty janë palavrat juva. Gjomi u kojë qkap, asë që mund është vesë me janë zhutën. Pyjtë janë dalaverën fune kri, pas s'ko gojle, ka zët, ka drejtësi, kish legjë, kish regull, tana eshin kësur, e ju ishi ko kanceri kësurës. Ju kom kalzu edhe Ramiz Krasniqit, edhe Fanel Krasniqit, edhe Majlinda Sadikaj. Prokurorit Fentit se ka morë, po ju veç keni rajt. Ta ashte. O bon, ta ashte, pse keni morë jo? Pse keni morë në Mentina, pse, a jenë shteti, apo në politë? Aji, qështë gëzët ti me morë pare, pra?
Në qëto 50.000 euro, ty të këthyn krejt. Po, krejt, Allah, din nërëm din o. 10.000 mi kanë këthyn zyre. Tura, mi asë s'ja kumë në shkruni me. Okej. Edhe kjo vlen me cekë, se ma në shkrytje një fare. Në bazë të marveshë, jena autorizu, s'diçka dhe. Ja, thash, unë e kinë se ja pëmëdojnë dhe jena tyne. Okej. Këto kore, thash, vesë nëse ma në shkruni. Me 25 nëntor 2023 në Kerë në Kalabria kom dhënë kesh pare të Majlinda Sadikat për mi atë që prokurorit thash e në nshkruni s'mojri për si ma klada hash rranat ju hash kur në jetë se në nshkruni veç që këna marrë pare të këna shtinë koleta dhe dolem pa në nshkrim kur në nshkrim nuk ka Edhe 40.000 euro t'i ka këthy Artoni. Artuni grusja ka dhënë Po, është fotografia po. Pare tjera nuk u dhanë për Ja, shkak ma se nuk e dhanë se e kupton vetë ata akuza. Rata e dytë u konën si del djalin, në fund në shkurt në fillim të morës të ka pastaj. Aty Arturin, si mas tyne që shumë fanë borë. Okej. Po zdur, tani fillu në rana, tani tani aty që të pare, tani jam morëm, se kur jam morëm, ma shkur thash, jo s'na dëllë të fjallë, beri paret e mija, pasha Allah një dëkë si mja morë paret e tyne, e di mirë. Në një video material tjetër të siguruar dëgjohet Ismaili duke folur me baxhanakun e tij. Aty përmenden parat, kthimi i tyre dhe premtimet për ndikim tek prokurori. Shka bo këto 40.000 herane, qka pa e më të? Shka bo? Ja. Po, për avokat, cële avokat mi ka dy. Ej, a di për qëfar rajnë shikën i bot djallit, me qëtu dallavere jetë shkan prokurori e mërë dëzhune. Arton Berisha, njëri nga të apostrofuarit e kësaj ngjarje, ka pranuar të takohet me ekipin ton, por nuk ka pranuar të jap intervistë, me arsyetimin se policia e Kosovës nuk e lejon ta bëjë një gjë të tillë. Ai në takimin që është zhvilluar ka pranuar se ka mbajtur parat dhe që i ka dorëzuar tek avukatët. Në deklarat, ai nuk ka pranuar se këto para ishin planifikuar të ofroheshin për ndonjë prokuror. Mu mas poli ma akuzëm që unë ja kum po për rosë. Unë ja kum bo rosë, ma shkam rejtë atë pi, që me ndërgjisë, unë ja kum bo rosë. Unë jam sa se vetë, unë e shërmin, shqeqë, se ta, nëse për një për fillin vetë, nëse për fillin. Nëse për presë në shkakije... Jo, unë po tregoj që mi ka marrë 50.000 euro, mi ka kthy. Mi ka marrë parët, mi ka kthy. Si ja kum morë, ka postë orë, gjithë ka postë, edhe para se mi do rosë. Okej, në rregull. Edhe ka orë së marë. Më thash ka bo akibe, thash që aty po kanë atë, unë për vetë, po kërkosh. Kishtë atë shi, thash e qika, e ishe bro për gja shumë, thash e ndriti u po aty mrana, janë për sharu besa. Se mu më thanë këta, ku me shku, thash, ta du të me shku në time regionale me o ma gjerë, se s'kishtë ka shkoti për atë të rrik regional. Ashtë të rroftim në time, unë jam shku në time. Me to bashke na shku, me kërë, unë e kom vëzit për Kosovë. Edhe, tha, aje mund veti e një një vëdis, aje kontin do, se në konta shqivo. Tha, për nga gujnja 2-3 veta një deklarat, thash me klasën, shtu, hajtë drejke me furë deklarat, me furë një realitet që kanë du në dorë, se para se marko, nuk drejke asë me ranu, asë me letu. Kjo tha unë e pëva, është mësë gotë se ti baba, mësë goja e pëva. Për ti, nga dalë për aty, vash jena shku të vëtere, se ka në hajë shkoni me në qantën, se ka me një qantën dhe sanet e mbitit aty, djarë. E të asocitë, si nga shku bashkë. Kuj nga shku e pranoj orientetit, ferru ka zu, tha për dëllja dhurme me po, kreta me po, si nga shku me po. Nga ka qantën edhe qirësat e kirit që e kish posajnë. Në kjerë tjetër, i shkon policë të jeru ato. Nga firë stacionin, tha orë prindi, e morën kjerën hitë. Unë e kumë vëzita. Kjerë, këto, ta shumë akuzën, a i se ti ke nejtë, time atje, e unë jam shku vetë katon, a i nga shku me 2 kjerë, bashkë nga shku. A i për morën për masë, bashkë nga shku. Pa ti ka hupa e ditu, të pranaj. E na që shmi apo se Kjo ja kry që dush, bani shkatë, apo dhe me na foldi, me na dhoni deklarat. Unë si jam interesu me dodi, nëse keni përgatit e misionit, të në me qeqë pjesë. Jo, jem në rrugë sipër. Me në të deklarata, direkt e mund të pushtajnë. Okej. Mund të pushtajnë edhe familje, po nashtë në dhe Okej. Se jam një lashë. Këtë atë unë asë sezitova me pull. Te puna e pareve, çka ka ndodhur? Se, pare ka posë, thashë. A ja ke gjetë ti avukatën këtë Majlindën? Jo, Majlindën. Unë ja kom propozu, e kom ha femën, ma ka gjithë. Që avokatë, femën edhe vetë kanë folë. Vetë janë taku në Majlindën. Ata vetë i kanë shku zyre. Nivel që i futi hajde me riparet, më si Unë i kom thamë, se këtë pare që ka fa, i murë Majlindën. Kanë kombinu, Majlindën si ka një pare me paku prokurorë. Këto në shpi,
kërkuesi ka marrë. Që kanë folë ato në telefon, Kam folë se Majlinda i thët ato në së e parë. Pa ja ato në telefon. Para me kurs ka folë. Okej. Kurën e prokurorit sot ma qitë për para, garantoj që nuk e njerë. Përveç fotografive në televizor që e po. Ja, i ka premtu që e ka po aktakuzën. Kush? Majlinda, para tjene. Draftin e aktakuzës. Pres që ka morë ato autorizimin, që shka ka ndurë, sa jo shkuar ka morë një autorizim atë tyne. Parët, a i ti kalon të te, Majlinda i ka lyp e teja. Qërë që shash pona. Parët si ka posa i atë parët. Parët, ka pos parët tukës ma eret. Për që aty në parët, unë e budallakit e mija, ndërku e kena post një mikun që e kam tu në shpiku shkësu, e kena post tukën e përbashkët. Për me përthy miku po, ato tukë, dashë me bo transakcion, bashkë atë vetë po të i bonë. Transakcion që i dlevi. Cukër me bleje, a i pimeje, tukë ati. Tash që ato porë, unë një 10.000 që aty në porë, unë e budallakit e jam ja kom transferu smojlit po azem. E smojlit e ka kompenzu ati. Kështu për mja do kjo artonit mja qitë logarit. Të bëjë ju ka hikë që e pjesë. Ky ka pos dikunja 30.000 euro para asoj, pare tukës që ka shqip në drenas. E për që aty në pare ju kanë transferu së ky e ka vëllu ndërku, Majlinda ka pos për një menaxhuar isha me pone, e kanë thurë që nëse mund vynë me bo një ekspertizi, morën të artonë, nësë më pranë nësa. Këtë pare, që ka pos i ka marrë. Tash, ky i kishë në dhe vetë, nuk i ka marrë 50.000 Majlinda, ky i kishë në dhe vetë pare. Në fund, me këqyrë më kështë, parët i këtheni veç të ky, ose ishin qartë ata krejtë. Edhe unë e budallaki e jam, thash pu, me morë parët, në desha me morë parët dhe do. Jam morë parët, se e pashe ky ishki rrugam. Me jam këthy, jam shkuja ku morë parët me gru. Edhe ja kom këthyje, asë e kom qenë zartë. Qaqë shumë na jetë, nuk e kom qenë, një këqyrë, ku ma mund, aja, edhe ja kom këthy parët. E pa këthy, aja, atu që e ka postë onë. Ka një qëzim ku Majlinda i të të thonë artonët veri parët ose nuk i bja. Ato kom njësë, po. Po Majlinda aty, aja, ma sa një e kom kuptu se ja viqyrë që ishë mund dhe, për ti më shku, ta një fot javë, së të sëve tramë. Sa është të vërtit. Okej. Sa është të vërtit. Majlinda i ka këthy parë. Edhe që ato që kanë kanë të mijat, Majlinda i ka këthy. Që të me nagonit e klarot na jarë. Ki qëtur, thu me qëtur. Ki drejt me të Po. Të rikapitulojmë edhe njëherë çështjen në muhabetet e deri tashme. Ismaili pretendon se ka bërë gati rreth 50.000 euro me qëllim që dosja ndaj djalit e tij të mbyllet në hetime. Në plane për të mbyllur rastin ku djali akuzohet për vrasje të rënd, mjetet ishin folur për prokurorin dhe për të blerë ekspert të cilët do të krijojnë prova në favor të djalit të tyre. Çështja kishte marrë një gjuhë shumë serioze siç kuptohet nga audioincizimet. Avokatja Majlinda Sadiku, e cila ishte përfshirë në këto negociata, dëgjohet duke thënë se e ka takuar prokurorin dhe ka parë draftin e aktakuzës. Vallahi ma të kushtish. Ja, vallahi thuj bëll ma. Djali on pe shere qyrë të i nejt. Se me konde i tash në avokat kejt amator, me konde i tash e kish qit, e kish morë në pytje, e kish kryti shka. Dej ma i pari se kena posta, haletha që të jeni, kur gjës kanë bëha, unë e tha dej tash e kisha bëha më ti. Edhe... Ja, se s'është interesi, jo se vdi brengon, jo se vdi. Vallahi interesi edhe... Jo se vdi se edhe di shka me zhe djallin, qëfa interesi kam tani unë ma? Shka? Shka unë tani interesi jemi? A? Në gjyshtar. A? A folis? Që të fol? Po, kena fol, po, ata s'pin gjeshin, jo tha që ta si në gjuhë, ma. Po që ta tjerë të njojmë edhe na, që thajnë ma o krysim dhe në amizim tha të dinas. Po që ashtu dhe? A im tha mas klarë, po, tha si të mire që këmë pyqe, tha unë e hazire kam që draftin ku e kam, a kalzej draftin në aktakuzës në të lëmë destar, tha që ku e kam i kalzova në olitu në krejt. Për shka më si ka? Përzi se unë e foli me ta. Prokurori këtij rasti është Armend Hamiti. Si që rezulton nga të gjitha materialet, prokurori nuk kishte punuar sipas planeve të cilat ishin diskutuar në mes avukatëve dhe familjes. Prokurori kishte ngritur aktakuzë për veprën penale të vrasjes së rënd. Në një deklarat për emisionin ton, prokurori ka mohuar çdo mundësi që avokatët e kenë pasur qasje në materialet e punuara nga ai. Lidhur me kërkesën tuaj, ju njoftojmë se pretendimet se personi në fjalë ka pasur qasje në aktakuzë apo në çfarëdo dokumenti zyrtar në zyrën time janë plotësisht të pavërteta dhe të pabazuara. Aktakuza kundër Endrit Nika është ngritur për veprën penale vrasja e rënd, mbi bazën e dëshmimeve dhe provave konkrete. Personi përmendur nuk ka pasur asnjë autorizim ligjor si përfaqësuesi të pandehurit dhe përpasoj në asnjë rrethon nuk ka pasur dhe nuk ka mund të ketë qasje në asnjë dokument apo informacion zyrtar lidhur me këtë rast.
çdo hetim penal apo administrativ lidhur me këtë çështje është i mirëpritur dhe do të dëshmojë qartë të vërtetën, duke hedhur poshtë çdo pretendim të rrem. Avokatën Majlinda Sadika e kemi kontaktuar fillimisht në telefon dhe kemi lënë një takim për të sqaruar pretendimet e ngritura në këtë video. Por në telefonatën tonë të dytë, kur e ka kuptuar temën e emisionit tonë, më nuk e ka hapur telefonin. Të gjitha pretendimet e saj brenda këtyre video, avokatës ja kemi dërguar në email për të kërkuar përgjigje, por ajo nuk është lajmëruar më. Avokate, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa, po të ras prej kallxo.com. Qysh je ndërume, e lodh? Mirë, venderit jo. Mirë, që qysh po kalon ti apo lodhesh? Mirë, jo nga pak. Nëse veç ki kohë, dashta me ta marr pak kohë me u taku me ty, po ta me bisedu diçka. E menova që ma let kështu me u taku me pi një kafe dikun, a kishëm pas mundësi me u pa dikun, a ki mundësi? Që ta shëm të e prit një takem. Okej. A ban të lajmërojnë që telefon si t'ja me lirë? Po, pa problem. Kesh me një seancë, se më që pita ta poqë, për marë mu taku me ta, që të në kafe jam nalë të hajvalia. Në rregull. Dhe, opa. Se tash lajmëroj se, qa më i më të ndihmu, se më tash më një surprizeren, na mujna nesër më taku pa tjetër. Vish tash, adin tash si peng, dyqështë se dita se... Ajtë, s'ka lidhje, munëm edhe nesër, a jenë me nxes dikun me pi një kafe, kiko? Me nxes e kam një seancë, për të lajmërona prapë ndërkohë. U, krye ndërru. E qka më i më të ndihmu? Puna e një raporti për një klient tonin, edhe ashtu me sqaru me ty qysh ka ndodhë, qka ka ndodhë që aty. Okej, vish për cëllin, për qka belen të dia kam qka më marrë na i letër, na i sana, të më kur gjë? Është puna e këti Ismail Nikajt. Jo pas ki përfatsu një kohë, e ai tani ka dhënë do pretendime për një baxhanak të vetin e diçka, e për që ata dashte me u taku me ty. Aha, okej, automat i kam përfatsu në pas klient. Të apostrofuarit e tjerë që din diçka rreth kësaj ngjarje janë edhe dy avokatët e Prishtinës, të cilët për pak kohë e kishin përfaqësuar familje Nika. Asra Miz e Fanol Krasniqi nuk kanë komentuar asgjë rreth këtyre pretendimeve, duke thënë se nuk merren me ato që ka deklaron dikush tjetër për ta. Avokati Ramiz Krasniqi e ka pranuar para ekipit tonë se ka marrë 10.000 euro cash nga familja Nika për përfaqësimin e ndritit, të cilat me pas përsëri ka kthyer te kjo familje, pasi ata e kishin revokuar vendimin e përfaqësimit. Po në vymë në diskutu për në fatë e që. Unë të marrë nëse kemi këto, nëse nuk e di. A ke pytë? Po, të marrë shumë. A të në? Po. A më bashkëtare? Po. Unë erdha me diskutu dhe me ty dhe me familjen, po thash të do që është knejt për shkak se poshtë që ju e kishit përfaqësu këtë palën, se di edhe Ismail Nika. Rastin e vdekjes argjentinacës. Edhe ajo që ka dashta me diskutu, ai na i ka dërgu disa filmime që flet me disa avokatë të tjere me do, por në njërin prej tyne, ku flet me Majlindën, në atë video inciziv Majlinda i thëtë se avokati Ramizi ka hongër darkë me një mjeku ligjor, edhe i tregon që ai ka thonë se kome nxjerrë situatën prej kësaj pune. Janë edhe disa pretendime tjera, nëse do në muna me talë shu vidën veç sa me po. Nëse kom intereson për të vetë, me po paka shumë që shë puna për që ta knarë me ditë. Mos pore për të këtë që më se kom brojt, na më në besë një muaj e kom posë autorizimin e ti. Okej. Edhe arsyeja pse ka orë të plasarite është se pse s'kom ngritë aktakuzën. Unë shkova të prokurorit tha nuk muj me ngritë aktakuzën se kom më ndëgju një dëshmitor që për morë për e ngritë. Edhe këj vënohë i shumë, por që ata 10.000 euro në godit, ma ka marrë autorizimin një këtë këpore të fordit. Kjo është e vërtetë. Orë që do me grupë vetë, edhe jemi godit 10.000 euro deri të kryve gjykimi, me seancë, në e ka onë pore. Po, u kom problem, apo ngritet akuzën, më shku kom besedu me prokurorin, tha avokat, nuk mëj me ngritë akuzën pa orë një dëshmitor për e ngrije, edhe pa orë një provë materiale gjomë e diqka. Edhe këmë thonë atyre nuk po ngritë e akuzën, ata përrekonë si po ka në minimoj, thënë jo, tha ju shko ke avokat, orë, ka më shkese dhe një ondës që jemi këj porë të sikër. Këta me një koja ka njësë dhe kanë inqizu. Po, ata nuk kanë lënë vend pa inqizu. Unë e këtë që po inqizon, unë së papin bojë visë,
Se në trup që më shetë me të sëmbuar. Okej. Edhe kisha si po incizon të shajtë për grajtë. Që të është, dhe kur përmenë të një majdi dhe si s'kam të qëtë disku. Ajo është avokati ka sopet e veta. Po, në regull, ku i ka përshimë dhe për çfarë po thamë, më se... Ajo ka mujtë, është një me pyet majdi dhe pse ka thonë. Atjetër. Unë nuk me pyet majdi dhe. Jo, në regull. Dhe thot. Dhe që diqysh a blen frike se unë fola hina e posh draftin e aktakuzës të prokurori, edhe e thira nolin i kalzova. Kjo më i rinda Sadika, që këta u freshen nër me vetë, të regova, kër e kanë në rrugë, ajo i ka dho poret e vetë, dhe të mise pasha fëminë, si akom dho të sejnë të në ramizë. Ajo dhe të më hëtë mu nërsymi ka dho i smojti, kurën e kurës, si akom dho. Ata mi kanë dhonë tani, nëlli mi kanë gjejha dhe në të valinë, se më i linda iki, se kur e kum vetë, a janë gjebre që të prokurora, se në gjetha jo, kur ja kum shu incizimin, u ikë si të gjusha me plën poshtë, për jetë mos e kum porë. Po. Jes, mund ke thonë është disa herë, tash e kam familjar, tash këta më të ishin e ko... Tash që kam kënë një bon, Të jemi të qartë shikus të ndëruar, në asë njerin për i transakcione për pagesën e avokatëve nuk janë përdorur kontot bankare. Pra gjdo gjë kesh dhe gjdo gjë me premtime mbrapa. Personi që lëvizte parat është punëtori i policisë e Kosovës, njeriu i cili do duhet të dinte që këto pagesa do duhet i nënshtrohen autoritetit e ligjit, të kryen duke pasur kontratat të përfaqësimit dhe të deklaroheshin tatimet. Përpos parave të cilat janë endur nga një avokat në tjetrin, Ismaili pretendon që baxhanaku i tij që punon në polici kishte arritur që ta vizitojë në qendrën e ndalimit e ndritin e arrestuar. Se i ka shtikun të kamë. Në një inqizim që na ke dërgu, i thu pse hi me po djalin. U hinë qeli, u ikë për kamera. Kur u kohë që të ditë, pore në vitë pytën. Fillim ditën e pore dhe ka të mero djallin e pore. Aja ka që të tesha? I ka që tesha, qëka i ka që senën zdi. Nga veç të shka du me vetë, qëka i ke thotë i djallit kërë shku në qeli? A ke pas drejti me hinë qeli atë, tinza? Qëfar të sene? Qëka ke koj? Je pse je hitin tinza, a di si s'ke pas drejt atë? Në takimin që e kemi pasur me Arton Berishën, ky i fundit ka mohuar se ka hyrë në qeli, por ka treguar se ka qenë deri afër derës. Uji e ka po djalin në qeli, e ka kërcu, Jo, sen, as e ka fola si djallin. Kur dush janë inqizimet, edhe kam i kërcu, nga shku në shpirë, kanë thirë për vesta pa, kanë kërcu që djallin është pa tesha në dorë. Është me tesha në njësisë forenzikës pa të kurën e parë, që ja kanë bërë, dish me të mërështë. Dhe tesha kush më një mjashtu. Vetën jam qaj që edhe në objekt, ku ashtë para përgjimën, kam shosën se jam përgjecë njësi që bëjmë shtetë se për prefekte, probleme, kam stafin që qajtë, edhe jam shkujtë më kalzua se të para përgjim. Tha të për neve hinsh njëre, ka kjo është rrasë që, qysha, po djolin pistate, as kina full, as kina zvodurën, ajo bënej kam thonë, kujtë bobit vazhdo dorsme, beso si këm kajtë, si për djolë të. Se kera e parë me të pratë drejtë që më këm patë para përgusin, unë ishe bërë përgusin, për pandinja. Por e ki kështu tonë. Po është ato në shfar gjendje, shkom ato tish, atë kretë, du më mrena vishë me breke, po se po mrena saj, në do në ato tishat e borda. Edhe ka më tishat sen s'kina full, asë të një vjotë, janë bëjnë që atë mërënë, s'me në rëndë në shka që në ashtë të vërë, sen s'kina full. Ajta që në të zesh për djallin, ma keni të shmujt, ja thonë shka ke për ty, edhe shka me gjithë kërështë, asë për kjo, që nga është vetë mi mund të darë, s'kina posë atë kontakt fizik, s'kina posë, kur gjë sa me posë. Se që s'ki shka lje, pas s'ki shka i bana, i e nasë që kanë durë, i u kryma, po s'kina posë. E ta është keshtë mi kanë. Situata e kësaj ngjarje shkon me acarim të marrëdhënieve. Kur Ismaili e kuptoi ngritjen e kësaj aktakuze, e kuptoi se parat nuk ishin shkuar tek prokurori, por ishin darë në mes të personave të tjerë. Ai e thërret në telefon baxhanakun e tij dhe i kërkon llogari siç pretendon për mashtrimet që janë bërë. Në një audio inqizim tjetër, Ismail Nika dhe Arton Berisha, dy baxhanak, kalojnë në sharje dhe ofendime në mes tyre, lidhur me pretendimet për çështjen e Endrit Nikës. Më taku se që ashtë qare s'kise, ale, kine më dëshmu ka i kini që paret e mija, 16 muaj se kine më. Ja i ko morë, po ka i ke quti, ka i ke quti, se i ke lypë të nemen prokurorit. Se, hajde, kalzë ka, të mija, se he, po dhe i ko morën, po pse i ko morën? I lypë 100.000, nemen prokurorit, Allahet marruft, qa ashte, hajde, që të kalzëjnë ty. Kur e morë vesh ti që prokurori si murë paret? E ku marrë vesh që atëherë dhe kur o presh kalej morë. Grus tone, i thot në mesazh, në telefon,
I thot se unë kom folë me prokurorin e kom pa draftin e aktakuzës. 100.000 euro janë premtu, premtimi që aktakuza kom e konë favor të ndritit. Po të flasë sene që na i këna marë. Mu më kanë thonë komu liru me 100.000, se as aktakuza, as aktakuza. Përsa ta më kanë rajt ka. A jetu kuptu? Po. E që të rënë edhe t'ju dash me ditë që me dhonë pare nuk bërë. Po e di, valoj. Baba e Endrit Nikës Ismaili po pretendon se është i pafajshëm. Madje a i ka dhënë edhe një deklarat në IPK për pretendimet e tij. A i gjithashtu është ftuar edhe në prokurorinë e Prizrenit, por i njëjti pretendon se atje ka shkuar vetëm një herë, sepse dëshiron që rasti i parave të mos hetohet pa u kryer shpallja e gjykimit të djalit. Referuar kërkesës suaj ju informojmë se për shkak të natyrës konfidenciale të hetimeve, Prokuroria Themelore në Prizren nuk mund të jap informacione apo të komentojë lidhur me çështje, të cilat mund të jenë ose jo në hetim. Ky kufizim ka për qëllim garantimin e integritetit të procedurës penale dhe shmangjen e çdo ndikimi të mundshëm në ecurinë e hetimeve për një rast të caktuar. Për rrjedhoj, prokuroria nuk mund të jap përgjigje lidhur me kërkesën tuaj. Kur ja kanë fillu me mrajt, unë tani se kish pason arty unë shanë s'ka më na bo kur gjë, se këta zdin janë të bëdallëm, janë më të në Zvicër, s'kanë kur farë dëshmije. E për që ata tani, për që më ka klikë si dhujnë, edhe e kom incizu biseda, edhe e kom incizu fotografi ku jena zboshku, për që ata, që asë menja type në të pashuar, po kur e posti po lunë me neve, për që ata tani, se pak do ata me pas dëshmije, e së më rështë hajt havo, edhe mu unë të meru, më thamë, tash i ke hikë soj pune, kjo ardhjetë shmohonën dreç, zëngjëroni, janë te për shanë ski me i bodi shka artoni, se qa që ka ardhjetin e fort si shanë ski. Për që ata tani më ka thonë në shkullën atje në Prizren, e jam konë në Prizren, me një kontor t'i përkës. Po, e ka intervju. Por, onë në fillim janë nisa, onë me në vesh një herë do atë me shkullën në intervju dhe u krypo në jam, tani edhe herë, pashallohen që të mërë shpjetë. Gjykimi i rastit të vdekjes së argjentinases në Kosovë po shkon drejt fundit. Monitoruesit tanë vazhdojnë të raportojnë nga seanca gjyqësore. Në një ditë gjykimi, një dëshmitare me profesion mjeke u bë lajm në Kosovë se si të njëjtës i kujtohet çka ka folur me viktimen kur ja ka dhënë ndihmën e parë, por nuk i kujtohet se çka i ka dhënë lidhur me tretmanin mjekësor. Mjekja ishte dëshmitare e mbrojtjes. Doktoresh, në momentin që keni ardhit në vend Gjarës, a mundesh me na përshkru pak si ka qenë gjendja shëndetësore e Maria Klarës? Sa të të rëmë të di që vend Gjarës u kanë krejti gjona. Pyet për gjendjen shëndetësore. Kur rrim shku si ekip, ajo ka qenë e vetëdijshme. Ka qenë të lëviz. Çfarë lëviz ishte? Lëvizjet si të mos këmbë, i ka bërë. Kemi bisedu me to, anë nuk më kujtohet sa moment që ka kom bisedu me to gjatë qasoj kohë. Ka bisedu me to? Aty për aty nuk e di, besoj që e kom pyet a je mirë ose diçka, por nuk e di. Doktoresh, dush me thonë me satësi. Këtu në bon, akuzurë e kemi ndërmita, këtë me satësi dush me thonë. Nuk muj me e kujtë. Nëse s'mundesh atëre, se bisedë është sa ka pas bisedë, sa ke shpjeguar nëse në këtë çfarë ishte ashtu, por ne dush me na thonë me satësi. Kur i ke shkuar si ekipe që ajo ka qenë në vetë, ka pasur lëvizje të këmbëve, por dhe ke pas një bisedë shkurt me prokurorin. Apo ke pas as ke pas, nëse ke pas dush me na treguar. Është normale që gjatë kohës kur dikush është i vetëdijshëm, unë kam komunikuar me ta. Te pacienti. Nuk më kujtohet çka i kom thënë, a je mirë ose diçka. Shumë presë. Dhe që di që normal e di që e kam pyetur. Një fjallë apo dy, por nuk e di se çka kam pyetur. Që ato moment nuk e di që kam pyetur. Por nuk e di në atë moment se çka kam pyetur. Do të thonë vend Gjarës, a keni ndërmarrë në veprim mjekësor diçka në Kjo doktoresha që ke, Cëllon doktoresha. që që dëshmoj në seancë. Po shumë zhurmë, zjeta e falpuna, qështari, pse vetin, se din, anikni. Që shkini në lidhje ju me ta? Na në lidhje me ta, unë s'jam ra në lidhje as absolut, por një diçka si shkonë një pare
seminar me shkurti, si janë të bu, si kanë full njerëz profile të ndryshme, ajo pas ka full aty për rastin, edhe tani një polic, aji tani ma shkurt një këjshi jemi, më ka thonë si qaj polici, ka thonë qështë jam dëshmitar si e kom nije edhe e ka vajame, në qështë. Po, veç tash për shembull fejnë, për neve që e këshyrim që të rast për jashtë. Po, këshyrim e jetë qështë da. Jo, po flas për aja një seminar jo për publik. Jo, një doktoresh e cila e mon men që ka folë me viktimen, e nuk e mon men që i ka dhonë prej terapisë, qysh e thënë këso punë? Unë sens di, jo vetë në ata unë, për ata unë qka di unë. Jo, në e vesim ato, po të vesim edhe ty. Anë e qka di unë, unë absolut rybën e një kur njëtë se kom pas, se një burë. Ajë qaj këshi jam kanë, edhe bile ato jam ko të jordën, i kam edhe mesazhet, kesh të jordën me aeroplan, ajë këshi e tha qështë është një lajmë i gëzo shumë, ka pas ka folë aja që të në qatë farë seminari, atë aja edhe në gjykat ka thonë, ku ka folë në atë seminari. Ajë seminar nuk di, ma mërmeni është edhe në qëzona i seminari. Jo, me se s'ka ndohë në e farë për seminari, kur police, doktor, si bje mund taku aty në po. Me kërkesën e Arton Berishës ne jemi takuar edhe njëherë me të. Ai përsëri e ka mohuar se ka pasur dijeni se ku kanë shkuar paratë e bazhanakut të tij, të cilat me kërkesën e këtij të fundit i janë dhënë avukatës Majdinda Sadikaj. Ti ke mojt 40.000 euro tina. Tash, a e ke dit ajo, po që kjo është pyetja jonë që nuk duhet me ta bë ty. A e ke dit ti që të bërë për shkak të korrupsion? Jo. A e nuk po diskutu prezent me kur. Që kom u blit dikush me shto parë. Kur nuk o përmen, a kam punë edhe me zviti, a pse e kam në, a pse theta i vazhdimisht shpitane, Kosovë bleti që ka me pora, ashtë i dërmane. Une, në momentin që ajo u prish me artane avokatë. Une kom kërku mos me pas këndet ashtë. Se nuk jam konja ty në ujrat. Edhe interesi jam në më konë, një ke qafësh, cëtë më thejtë që kjo, një ke qafësh. Që kjo ko interesi. E une mos me kojnë për shumë. Asë një moment, prezent stem, nuk e thuj kërkush kena më blek filan. Se s'kesha mejt në tavolinë. E se une e një, që tash me konë që të që e këtërë. Unë ka hante me familje që më nisë me një. Vetëmin që shone këmë kontë të të. Asë të keni e. Këj persona që e ka pos kontakt që ko për mes meje, në atë kuptimin si pikë Kosovë që se ka pranu kërkush, është Artoni e nga kotja me mu asë një njëri që nuk ka të bajnë me drejtësi, që nuk është i përshin në avokata, nuk ka për ta. Jam mënu me rupi ma të rapoz avokat që si që opcion e matë. Jam mënu, ka menu që e bja baj me qëllim, po kri ma veti. Që kja është, edhe pore i tonë ka pos, para se me unë ka fokun që citonë të jone të hishtë, që unë ato atë vide që një vete gjyze kam. A me nëmë të që dash me heshtë ato? Nëse e ke ditë që... Aja është avokate, është avokate. Aja ka fojtë për mu. Nëse ka faktit, më thonë e ta që, shka bëna aja me prokurorin, gjykatën, mua asë që më interesant, se të ke fundit asë di që atë drejta i votë, se atë se pasë që më kanë përsu. Pjesën ka honë, në nëse janë me përfshin, pëse me ragun për vjetë qenën e për telefon. A e din ti që të pare për korupcion? Sa pare janë të vonë Majdindës? Për çka i ka marrë? Aja të pare për ideja që atë ka thonë kur i ka marrë? A u dashti me lajmë rastin nëse e ke di që... Për pjesën të korupcion, nuk e kumë logaritën që është pjesë logaritë komunikime së javë, se kumë me gjunë në të startë, në kanal vedet ma shumë e kumë logaritë që kumë ba një farë presionin, farë shantojë që nuk e di që a përshka. Apo të tash me prish ma bjeshin, një amor kohët avokatës që shanë një parë veshë ta, a shka për dëpimi. Nuk e kumë kuptu që i pita, nuk e kumë kuptu që avokat që i lëpë që në pare, nuk ishin hokejt për me zvonë. A e dhe, e baj që në ndurë. Në këtë situatë, hetimet do duhet të zbardhin deri në detaje të gjitha rrethanat e ngjarjes dhe mundësitë e tjera të abuzimeve. Shikues të nderuar, ne do vazhdojmë ta monitorojmë këtë rast dhe do ju mbajmë të informuar për të gjitha pretendimet e ngritura në këtë emision. Ato që nuk kemi arritur t'i vërtetojmë, do i ndajmë me organet e rendit. Ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni të na shkruani në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.